Përshëndetje dhe mirë se erdhët. Sot kam përgatitur një recetë tepër të mirëqeshme, iftar i lehtë që mund ta provoni. Ju bof të mirë të gjithë juve, agjëruesve agjërim të lehtë dhe të pranuar. Është recetë tepër e mirë, e shijshme. Provone sepse nuk ju dështon. Fillojmë recetën. Fillimisht për ta përgatitur recetën në tigan hedhim pak vaj. Presim vaji që të filloj të nxehet. Filetat e pulës i kam përgatitur më herët edhe i kam dhënë kështu në feta të holla që më let edhe mishi të kavardiset. Këtu kam përafërsisht 1 kilogram file pule, pra po e shikoni që e kam bërë gati mishin. Tash po shtojmë një lugë të mesme me kryp, mandej një lugë të mesme vegetë ose melmesa, pak hudhër pluhur, gjithashtu një lugë të mesme me përzierje të erëzave për pjekjen e mishit të pulës, i japi një shije pak më ndryshe, edhe kerri erëza, vetëm pak, e mandej vazhdojmë mishin e kavardisim derisa të jetë gati, pra mjaftueshëm të jetë kavardisur. Edhe kështu duke e përzi presim që mishi na bëhet gati. Në ndërkohë do të vazhdojmë me përgatit edhe pilavin. Në një tenxhere po shtojmë pak vaj, dikon 2 deri në 3 lugë të gjellës vaj. Vazhdojmë edhe tek receta e pilavit, do të përdorim këtë lloj të shehrieve, arpa shehrie, ndryshe njihet ose durum vit, semolina pasta, ka disa lloje të emërtimeve. Do të përdorim dikon 2 deri në 3 lugë të gjellës, edhe këto vazhdojmë i kavardisim dhe kështu presim derisa të skuqen mirë. Këto shumë shpejt kanë me u bë gati, e mandej unë në një enë tjetër kam përgatitur edhe pilafin, pra e kam pastruar mirë me ujë edhe e kam lanë që të kullohet. Për këtë recetë do të vazhdoj të përdorim 2 gota me pilaf, pra e përgatesni, e lani mirë, pra e pastroni, e lani që të kullohet, mandej do ta shtojmë këtu në tenxhere. Tash po e vreni që dal nga dal po fillon edhe po kavardisen. Edhe tash pasi që janë skuqur, nuk i lajmë më shumë të skuqen, vazhdojmë edhe e shtojmë pilafin. Pra këtu është gati 2 gota. Vazhdojmë me përzim. Kështu do ta laj që të kavardiset për afërsisht 2 minuta ose 3, e mandej do të shtojmë edhe përbërësit e tjerë që na nevojiten për ta përgatitur recetën për sot. Pak biber të zi, edhe zakonisht shtojmë kryp, mund të përdorni nëse doni, pra edhe kocka magi me shije të pulës, pa problem. Shtojmë ujë, do me thënë shtojmë 4 gota, ujë të ftohtë, edhe gjithashtu po shtojmë kryp, 1 lugë të mesme edhe gjys luge me kryp, jo ma shumë, e përzim e lam që uji të filloj të vloj. Në anën tjetër po e përziejmë edhe mishin, sepse edhe mishi dal nga dal po fillon po kavardiset, po zihet, e ka lshuar lëngun. Tash pasi që ka fillu me vlu, shikone, tash do ja ndalim temperaturën në minimale, edhe do ta la pra që pilafi të zihet dal nga dal. Gjatë zierjes mundeni me përzi lirisht. Tek mishi po shtojmë pak ujë dhe do ta la dhe mishin që të zihet edhe të bëhen gati, pra recetat. Po e shikoni që edhe pilafi gati është shterur, ka mbet edhe pak ujë, po e vreni, shikoni, mirë po duhet ta lam pra edhe pak, derisa të shteroj uji tërësisht. E mbyllim me kapak edhe kështu e lajmë në temperaturë minimale.
Edhe mishin po e shikoni që dal nga dal është gati, pilafi veç më është zier edhe është gati. Edhe mishi shumë shpejt do të jetë gati. Kur ta servojmë do të përdorim një gocë si kjo këtu ose ndonjë lloj forme tjetër, edhe kështu më lehtë ju bëhet edhe forma e pilafit. Dhe mishi është gati, pra file pule janë gati, krejt në fund. Shtojmë gjysmë luge të gjellës me biber të kuq për t'i dhënë pak ngjyrë edhe mishit. Do ta lajmë që të kavërdiset mjaftueshëm mirë. Shtojmë edhe pak vaj, edhe kështu e përzim për 3-4 minuta, edhe veç kjo më është gati. Mishi është kavërdisur mjaftueshëm mirë, edhe është i gatshëm për iftar. Shikoni pra, është një recetë që ja vlen të provohet. Provoni edhe ju, një recetë e lehtë e gatimit që përgatitet shpejt dhe lehtë. Tash çdo gjë e kemi gati, edhe na mbetet vetëm se me provu recetat. Pasi që të gjithë recetat i kemi gati, unë këtu kam përgatitur edhe pak sos të bardhë për ta shoqëruar me mishin e bardhë. Sosi është gati, çdo gjë është gati, edhe tash vazhdojmë edhe e servojmë. Iftari për sot e kemi gati. Të gjithë agjëruesve ju dëshirojmë agjërim të lehtë dhe të pranuar. Me siguri, ne të gjithë, para se ta afrohet koha e iftarit, mendojmë se çka kena me përgatit, a do të përgatisim receta të lehta ose pak që kanë punë ose kohë pak më shumë, por kjo është një recetë që përgatitet pa furrë, edhe përgatitet shpejt dhe lehtë. Mund ta provoni recetën, pastaj nëse ju pëlqen, mundeni me përgatit edhe ditëve të tjera. Edhe sallatën po e shtojmë këtu, është një nga recetat e sallatave që më pëlqen shumë sepse vërtet bëhet shumë e shishme. Gjithashtu do të shtojmë edhe nga sosi i bardhë që e kemi përgatitur, edhe shtojmë edhe fara, susami mbi, edhe kështu receta ju bëhet më e shishme. Kanë edhe vitamina normal, pak fara ose biber të kuq me fara, edhe tash krejt recetat janë gati. Asgjë nuk mbetet përpos t'ju them se çdo gjë është gati, edhe koha e iftarit tashmë po afrohet. Unë ju dëshiroj agjërim të pranuar. Mirëmbëjtje deri në recetën tjetër të radhës. Nëse kjo recetë ju ka pëlqyer, mos harroni të bëni një like ose një koment dhe videon ta shpërndani me miqtë tuaj. Mirëmbëjtje.